tash veç që jenë certifikues zgjedhje dhe ta që ka leju edhe partisë fituese që është Lëvizja Vetëvendosur për të krijuar qeverinë dhe me ne në 90 kushtetues të Republikës së Kosovës i takon me kandidatën e tyre apo kandidatën varet fare të asaj dhe tash ato polarizimet besoj që kanë marrë fund dhe ato ofendime siç kanë qenë fushatë mbas fushatë dhe nuk do të merrem me to, sido që jetë këto partitë e opozitës apo sido që të jetë, besoj që duhet të qetësohen pse mos shkojnë me zotin Kurti për të biseduar për të krijuar institucionin e Republikës së Kosovës. Unë besoj me zotin Kurti veçtuja që ka siguruar 61 mandate, siç po bëhet në opinion me nismën e Fatmir Limës dhe me atë minoritetet Nenad Rashit serb dhe po shpresoj që mund të kemi 15 këtij muaji që kanë thirr Lëvizja Vetëvendosur për 15 për të zgjedhur kryetar apo kryetarën e Parlamentit të Republikës së Kosovës dhe nën kryetarë siç me procedura ato dhe po shpresoj që mos ta mençon dhe shtesim atutje se peshohen çfarë rrjedha të esë në Bashkimin Evropian dhe me administratën e re amerikane dhe Kosovën e presin shumë sfidë. E dim që kemi një armik shokollor Serbinë dhe duhet ta mbyllim një herë për gjithmonë atë çështje dhe mos lëjmë hendek dhe mos t'i dhëmë hapësirë Serbisë dhe Rusisë të armikut tonë shokollor që të bojnë kalkulime politike në dëm të shtetit të Kosovës dhe popullatës së Kosovës. E din gjithë ky minë Ballkanin perëndimor pe vitet 90-ta ka pas lufta dhe ka pas shkatërrime, vrasje, dhunime të dhe na do të sa më shpejt të krijojmë institucionet tona dhe të shkojë përpara shtetit të Kosovës në NATO dhe në Bashkimin Evropian.